Ju përshëndesi gjithëve, mirë se vini në Tirana Live. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Një 35 vjeçar dhe 2 fëmijët e tij të mitur kanë humbur jetën në një tragjedi në Kosovë. 3 familjarët gjetën vdekjen pasi u asfiksuan nga zjarri në banesën e tyre në Malishev. Dyshohet se babai dhe 2 të miturit, 9 dhe 12 vjeç, kanë qenë në gjumë kur ka shpërthyer zjarri, ndërsa 3 fëmijët e tjerë që nuk ndodheshin në shtëpi i shpëtuan vdekjes. Shkak për zjarrin dyshohet jetë bërë një bombul gazi. Ilir Berisha, 35 vjeç dhe 2 fëmijët e tij, vajza Naile, 9 vjeçare dhe djali Kujtim, 12 vjeç, humbën jetën mesditën e sotme në Malishev. Banesa e tyre është përfshirë nga flakët, ndërsa të 3 ndodheshin në shtëpi, ku dyshohet se humbën jetën nga asfiksia. Dyshimet e para të autoriteteve lidhur me shpërthimin e një bombole gazi në banesë mund të jetë bërë shkak për aksidentin fatal. Sipas policisë, aksidenti është regjistruar rreth orës 12:55 minuta. Ilir Berisha ishte babai 5 fëmijëve, por 3 prej tyre nuk ndodheshin në shtëpi në momentin që ndodhi ngjarja. Sipas mediave në Kosovë, apartamenti ku ata jetonin ishte banesë sociale. Të 3 u dërguan me urgjencë në spitalin rajonal, por mjekët konstatuan se ishin pa shenja jete. Në vend ngjarje ndërhyn menjëherë policia, zjarfikësit dhe ekipet emergjente, duke lokalizuar flakët, ndërsa autoritetet vjojnë hetimet për të zbardhur plotësisht tragjedinë. Kryetari i Malishevës, Ekrem Kastrati, reagoi për tragjedinë duke cilësuar një humbje të madhe dhe dhimbje të papërshkrueshme për komunitetin. Ngushëllime për familjen Berisha kanë ardhur dhe nga figura të tjera politike në vend. Ndalemi tani me një zhvillim të minutës së fundit. Izraeli dhe Libani kanë rënë dakord për një armpushim 10 ditor që do të jepte fund kështu sulmeve që Tel Avivi zyrtar po kryen ndaj grupit militant Hezbollah në jug të Libanit. Lajmi u dha nga presidenti amerikan Donald Trump përmes një postimi në Truth Social. Kreu i Shtëpisë së Bardhë shkroi se kishte patur bisedime telefonike me presidentin e Libanit, njërësh dhe me kryeministrin izraelit. Donald Trump zbuloi se armpushimi do të hyjë në fuqi në orën 23 të ditës së sotme me kohën e Shqipërisë. Kreu i Shtëpisë së Bardhë tha se ka udhëzuar zëvendës presidentin dhe sekretarin amerikan të shtetit që të vijojnë punën me të dyja palët për arritjen e një marrëveshjeje afatgjatë armpushimi. Në postimin e tij, Trump u mburr se me këtë armpushim i ka dhënë kështu fund luftës së 10 në botë përgjatë 2 mandateve të tij si president i SBA-ve. Ndalemi tani tek zhvillimet në vendin tonë. Avokati i popullit thotë se zjarri që shkatërroi një pallat në Tiranë tregoi pasigurinë e ndërtesave. Ky institucion ka ngritur dhe një task force për verifikimin e sigurisë në banesa, ndërsa kërkon nga pushteti vendor strehoj përkohësisht banorët, cilëvet ju shkatërruar shtëpia. Në prezantimin e një raporti për vitin 2025, avokati i popullit përmend si shqetësim dhe numrin e lartë të burgosurve, sipas të dhënave 6 në 10 persona që ndrojnë në qeli pa një dënim nga gjykata. Institucioni i Avokatit të Popullit ka dalë në një raport paraprak mbi gjendjen e godinave pas përfshirjes në flak të pallatit afër QSOT-s. Zjarri i rënë këtë javë në një pallat në Tiranë zbuloi institucione vendore të papërgatitura. Problematikat shkojnë tek siguria e godinave dhe përgjegjësia e pushtetit vendor. Përtej aspektit penal, për cilin ne ligji nuk na lejon që të ndërhyjmë, ka një aspekt administrativ që ngarkon me përgjegjësi pushtetin vendor. Nga hetimi paraprak i institucionit ton, kemi konstatuar disa problematika që lidhen me garantimin e sigurisë teknike të godinave apo probleme me planifikimin e hapësirave për ndërhyrjen e zjarrfikseve. Për strihimin e qytetarëve që mbeten pa çati nga djegja e pallatit, Shabani kërkoi Bashkisë Tiranë të sigurojë strihimin e qytetarëve në banesat sociale. Në këtë tryezë, avokati i popullit prezantoi disa gjetje kryesore të raportit për vitin 2025, një prej të cilave lidhet me numrin e lartë të paraburgosurve. Zvarritjet janë aq ekstreme sa që qytetarët presin mesatarisht mbi 4 vjet e 3 muaj për të materializuar një vendim gjyqësor. Ndërkohë, burgjet mbeten të mbipopulluara. Rreth 57% të burgosurve mbajnë aty pa një vendim të formës prerë. Pra e thënë më thjesht, 6 nga 10 të burgosur nuk janë ende të dënuar. Për institucionet duket se qytetarët shqetësimin më të madh e kanë me kadastrën. Numri më të lartë të ankesave institucioni ynë e merr në lidhje me punën e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Mbi 27.000 vendime përfundimtare pronësie
mbeten ende të paregjistruara. Ndërkohë, vetëm 1/3 e vendimeve për kompensim janë ekzekutuar. Digitalizimi i shërbimeve në administratë kanë prekur në mënyrë negative të varfrit sipas raportit të avokatit të popullit. Vërejmë paradoksin e digitalizimit në fakt, ku i cili shpesh në vend që të ofrojë lehtësi, platformat online kthehen në pengesë për më të varfrit. Kemi raste si në rastin e një ankuese nga Vora, e cila megjithëse jetonte në mirim, u përjashtua nga ndihma ekonomike thjesht sepse sistemi nuk gjeneronte pikët e mjaftueshme. Ky raport pas këtij diskutimi me shoqërinë civile do të shkojë në parlament për miratim. Dhjetra familjet pallatit që u përfshin nga flakët vuajnë prej 2 ditësh një nga dramat më të mëdha të jetës së tyre pas shkrumbimit apartamenteve dhe çdo gjëje brenda tyre. Ata kanë mbetur në qell të hapur. Një prej banorëve që u dogj Banesa tregon për ABC News dhimbjen që përjetonte ai dhe familja e tij ndërsa shihnin t'u shkatërrohej mundi i të gjithë jetës. Asgjë nuk i ka mbetur familjes vogli. Apartamenti në katin e 4 në kompleksin Arlis, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë, është shkrumbuar me gjithçka kishte brenda. Jam fut dje kam parë dhe asgjë s'kan ngel. Çdo gjë është djeg. Shkrumbu fare. Pas ditën e të martës kur në pallatin 12 katësh ku banon razjar, Alberti nuk ishte në shtëpi. Tregon se u kthye menjëherë, por flakët ishin përhapur me shpejtësi. Momentin që ran flakët isha jashtë. Mos isha brenda, po e pash erdha në moment, mjaftoi dikush edhe u ofrova këtu afër. Ishte përfshi veni të gjithë në flak. Dëmi i shkaktuar është i madh, ndërsa familja me 5 antar ka mbetur pas 3. Jemi jashtë, dim ku trim. Sa veta jeni në familje? Jemi 5. Po jetoni tani? Jetojmë, kemi jetu ke njerëz të afër. Sa është dëmi që të shbër? Unë vetëm brenda që kam bërë investim 40 milion lekë. Që unë kam investu jo mobilje, çdo gjë, domethënë gipse, pa blerjen, vetëm investim brenda. Domethënë çaj përket elektrike. Arlis, kompania ndërtuese e pallatit, deklaroi një ditë më parë se do t'u akthejë apartamentet e shkatëruara siç kanë qenë, por banorët thonë se me ta nuk ka komunikuar ende askush. Kështu kemi ndëgjuar në përlajme, po kështu s'na ka thënë kush. S'ka dikush këtu më na thonë që do ju kthehet siç ka qenë. Vetëm në përlajme. Kërkojmë që ta rikthehet prap apartamenti në gjendje siç ka qenë. Të paktën rreth 30 apartamente janë shkatëruar plotësisht, ndërsa të tjerë pjesërisht. Kjo sipas të dhënave paraprake, pasi ende nuk ka një llogaritje të saktë të dëmit. Disa prej banorëve kanë hyrë në banesë për të parë çfarë u ka mbetur pas zjarrit, por në shumë prej apartamenteve në këtë pallat, flakët kanë shkrumbuar çdo gjë. Alarmi i mashtrimit të mira e qytetarëve europian përmes disa call centerave në Shqipëri është ngritur tek SPAK në vitin 2024 nga autoritetet austriake. Sipas dosjes hetimore, të dëmtuarit hynin në 3 platforma mashtruese përmes një reklame të rrem të një personazhi të famshëm. Sipas hetimeve, dëmi i shkaktuar është rreth 50 milion euro, ndërsa 8 milion dollar janë kthyer në kriptovaluta. 5 nga të arrestuarit u lanë në burg nga gjykata, ndërsa për 5 të tjerë masa e sigurisë vendoset nesër. Një skemë e mirëfillt mashtrimi përmes call centerave u godit nga prokuroria e Tiranës pas një hetimi 2 vjeçar në bashkëpunim me autoritetet austriake, duke çuar në pranga 9 persona. Në disa pika call centeri që operonin në kryeqytet punonin 10 operatorë që sipas organit të akuzës u kanë zhvatur 50 milion euro shtetasve europian. Skema funksiononte përmes 3 platformave: Alfa Crypto, Capital Market 24 dhe Gold Capital 24, duke mashtruar qindra shtetas dhe duke u premtuar atyre rikuperim të parave të humbura, investime si dhe investim në bursa fiktive. Prokuroria e Tiranës zbardhi disa episoda të regjistruara ndërmjet periudhës 15 qershor 2023 dhe 30 korrik 2024, madje sipas hetimit një pjesë e parave u konvertua në kriptovaluta. ABC News siguroi dosjen hetimore në të cilën zbardhet roli i personave të përfshirë, teksa në një episod evidentohet shtetasi Mateo Hoxha dhe Tedi Agastra si persona që kanë përfituar rreth 8 milion dollar përmes call centerave, të cilat i kanë konvertuar në kriptovaluta. Nga ana autoriteteve austriake përmes oficerit të kontaktit, në datë 14 janar 2023 jemi informuar se rjeti call centerave për të cilin po hetohet kishte lidhje me 2 shtetas, të cilët sipas tyre ishin përfitues fundor të kriptovalutave,
të këtyre call center. Sipas këtij informacioni, këta ishin shtetasit Mateo Hoxha, i cili kishte përfituar në total $3.2 milion dhe Teddy Agastra, i cili kishte përfituar $4.8 milion. Sipas organit të akuzës, operatorët ndaheshin në grupe të ndryshme sipas gjuhëve dhe synonin tregje të caktuara ndërkombëtare, detyra e secilit ishte vetëm të bindin klientët për të bërë një pagesë fillestare për €500, teksa pikat e call centerave funksiononin me një nivel të lartë organizimi, ndarje të qartë të detyrave dhe kontroll hierarkik, duke i ngjarë strukturave të bizneseve. Ky organizim profesional mundësonte mashtrime në shkallë të gjerë ndërkufitare. Për këtë çështje u vënë pranga disa persona, një pjesë të cilëve do ulën këtë të njëjtë para gjykatës për vlerësim të kushteve të masës së sigurisë. 5 individ që u arrestuan në kushtet e flagrancës nga policia e shtetit do të dalin të premten para tokave të zeza. Spak çon pandehur në gjykat 8 personat akuzuar për mashtrim të huajve sërish përmes call centerave. Grupi ishte zbuluar 2 vite më parë nga autoritetet gjermane pas denoncimit të një shtetaseje që kishte rënë viktimë e zhvatjes. Grupi që vepronte në Tiranë kishte mashtruar 14 personat cilve u kishte marrë €360.000. Prokuroria i posaçme përfundoi hetime 2 vjeçare për një grup kriminal që mashtronte shtetasit gjerman përmes call centerave dhe ka bërë kërkesë në gjykatë për kalimin e çështjes për gjykim. Spa ka marrë të pandehur 8 persona ndaj të cilëve kanë ngritur akuzat për mashtrim, grup kriminal dhe për kryerje të veprimeve kriminale nga organizata kriminale. Hetimi u krye në bashkëpunim me autoritetet gjermane, të cilat kërkuan ndihmë nga SPAK për hetimin e një grupi shqiptarësh që kishin mashtruar shtetas të ndryshëm me qëllim zhvatjen e parave. Prokuroria gjermane zbuloi skemën e mashtrimit që nisi në 14 dhjetor të vitit 2023. Sipas organit hetues, një shtetase gjermane u bë viktime një tentative mashtrimi. Kësaj të fundit i kishin kërkuar përmes telefonate €120.000, por dorëzimi u pengua nga policia, e cila u vënë në lëvizje për gjurmimin e autorëve teksa paralelisht nisi procedurat e përgjimit ku zbuloi se përmes të njëjtit numër ishin telefonuar qindra mijëra qytetarë të tjerë. Specialistët kibernetik konstatuan se telefonatat bëheshin nga shtete të ndryshme përfshirë edhe Shqipërinë. Në shtetin tonë u identifikuan një qendër thirrjesh në rrugën Hamdisina në kryeqytet, nga ku u mashtruan 14 persona dhe prej tyre u zhvatën rreth €364.000. Për 5 pandehur GKK ka caktuar më herët masën e arrestit në burg, ndërsa për 3 të tjerë arrest në shtëpi. Gjykata e Tiranës la në burg 3 të arrestuarit për pengmarrjen e biznesmenit Florian Sula. Ata nuk kanë folur para tokave të zeza, ndërsa avokati tha se 3 të rinj po sqaroheshin me biznesmenin për një borxh €60.000. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg 2 vëllezërit Jurgen dhe Kevin Neza, si dhe kushëririn e tyre Hysen Neza, të cilët morën peng ndërtuesin Florian Sula në 31 mars të këtij viti. 3 të arrestuarit ashtu si parahetuesve edhe në sallën e gjyqit nuk kanë folur. Avokati i tyre mbrojtës ka pretenduar se ato nuk e kanë marrë peng Sulën, por ky i fundit i kishte atyre një borxh 60 milion lekë dhe se e morën automjet për t'u sqaruar. Avokati ka pretenduar se të mbrojturit prej tyre, kur kanë konstatuar se Florian Sula ka qenë në pamundësi financiare për t'i kompensuar shumën e parave, e ka lënë të lirë. Për njërin prej tyre, mbrojtja theksoi se është vetë dorëzuar, pasi mësuesi ishte në kërkim, ndërsa 2 të tjerët kanë qenë në momente depresionit dhe në efektin e lëndëve narkotike, por nuk paraqiti dokumentacion në gjykatë për të vërtetuar këtë pretendim. 2 vëllezërit Neza së bashku me kushëririn e tyre u prezantuan si agent të Byros Kombëtar të Hetimit dhe rëmbyen 32 vjeçarin, të cilin e mbajtën për disa orë peng në një subjekt privat. Sipas hetimeve paraprake, më 31 mars, 3 të rinj të rëmbyen, dhunuan dhe i kërkuan Florian Sulës €1 milion në këmbim të lirimit të tij. Sula i premtoi 3 personave se do t'u jepte një shumë prej €500.000, por biznesmeni pas lirimit denoncoi rastin në polici. Kryeministri i Italisë Giorgia Meloni priti me ceremoni shtetërore Edi Ramën në Rom. Takimi mes 2 kryeministrave kishte në fokus projektet e përbashkëta për cilat 2 qeverit kanë nënshkruar disa marrëveshje në mbledhjen që zhvilluan në Rom nëntorin e kaluar. Italia dhe kryeministria Meloni kanë shprehur në vijimësi mbështetjen për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Me ceremoni shtetërore u prit kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në Pallatin Chigi në Rom nga kryeministria e Italisë Giorgia Meloni. Pritjen e posaçme, kryeministri Rama ja ktheu me gjestin tashmë tradicional të tij ndaj Melonit. Rama dhe Meloni zhvilluan një takim tet-a-tet mes kryeministrash, ndërsa pas saj kryeministri shqiptar takoi edhe ministrin italian të mbrojtjes, Guido Crosetto. Të gjitha qeveritë e Italisë në 35 vitet e fundit kanë qenë posaçërisht dashamirëse ndaj Shqipërisë.
por asnjë qeveri italiane nuk ka vënë në lëvizje një program kaq të ngjeshur bashkëpunimi strategjik me Shqipërinë sa qeveria e Giorgia Melonit. Afrimi i mëtejshëm me Italinë përmes projekteve të mëdha konkrete sjell më shumë zhvillim e siguri për Shqipërinë. Kjo vizitë e Ramës në Rom vjen 5 muaj pas mbledhjes së parë historike mes dy qeverive të Shqipërisë dhe Italisë, ku firmosën 16 marrëveshje të përbashkëta. Veç kësaj, kryeministrja e Italisë u zotua se si lidere e një prej vendeve më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, do të jetë avokatja kryesore pro antarësimit të Shqipërisë në Union. Vizita e Ramës në Rom do të pasohet me një tjetër vizitë në Barcelonë, ku kryeministri i Shqipërisë me ftesë të homologut spanjoll Pedro Sanchez do të marrë pjesë në samitin në mbrojtje të demokracisë. Në kuadër të samitit, kryeministri Edi Rama do të takohet edhe me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa. Pas dyerve të SPAK, Xhaxhai Alex Nikos shkoi në Kuvend për të kërkuar drejtësi për nipin e vrarë nga shteti në protestën e 21 janarit. Mark Nika kërkoi nga Kuvendi një rezolut për t'i bërë thirrje prokurorisë posaçme që të zbardhë sa më parë këtë krim të rënd. Xhaxhai protestuesit të vrarë takoi kreun e grupit kuvendor socialist, ndërsa 3 javë më parë i kërkoi dhe kreu të SPAK, Lodian Braho, për shpejtimin e hetimeve. 15 vite në pritje të drejtësisë, së vjetër dhe të re, Xhaxhai viktimës Alex Nika, Mark Nika, shkoi këtë të njëjtën në Kuvend për të kërkuar ndihmë për zbardhjen e plotë të vrasjeve të 21 janarit. Mark Nika është takuar në zyrën e kreut të grupit parlamentar socialist Tauland Balla për t'i shprehur shqetësimet për procesin në SPAK. Për ABC News, Tauland Balla konfirmon takimin dhe shqetësimet që i ka komunikuar Nika për 21 janarin. Ndau shqetësime lidhur me mosbatimin e vendimit të Gjykatës Evropiane të drejtave të njerëzit dhe 21 janarin. Mësohet gjithashtu se Nika ka kërkuar mbështetjen e Kuvendit qoftë dhe me një rezolut për t'i bërë thirrje SPAK të zbardhë plotësisht ngjarjen pa vonesa. Kanë kaluar 2 vite e gjysmë nga vendimi i Gjykatës së Strasburgut dhe 2 vite nga Gjykata e Lartë, të cilat urdhëruan zbulimin e autorëve të vërtetë të 4 vrasjeve të 21 janarit të vitit 2011, por duket se hetimet kanë ngecur. SPAK nuk ka ende një konkluzion. 3 javë më parë, Mark Nika takoi kreun e ri të SPAK, Lodian Braho, për t'i shprehur të njëjtat shqetësime, zvarritjen e procesit dhe zbardhjen e plotë të ngjarjes. Me riapjen e dosjes 21 janari, SPAK po zhvillon hetime prej 2 vitesh. Prokuroria ka marrë në pyetje disa ish-zyrtar të lartë, me në krye ish-kryeministrin Sali Berisha, kundër të cilit u zhvillua demonstrata e 15 viteve më parë, ndërsa ai në qeveri i shite nga dritarja e zyrës në kryeministri. Po ashtu në pyetje janë marrë edhe ish-zëvendës kryeministri i kohës Ilir Meta, pas video përgjimit të cilit u thirrë edhe demonstrata, si dhe ish-presidenti Bamir Topi apo ish-ministri i Brendshëm Lulzim Basha, por prej atyre dëshmive për 21 janarin ka vetëm heshtje. Lidhem tani drejt për drejt me zotin Plator Nesturi, me cilin do të diskutoj për zhvillimet e ditës së sotme. Ju përshëndet zotin Nesturi, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve. Siç edhe ndoqët, kryeministri Edi Rama është ditën e sotme në një vizitë pune në Rom, më pas ai do të udhtojë në drejtim të Barcelonës, ku do të ketë takime me presidentin Pedro Sanchez, njërësh me Antonio Costën, ndoqët edhe pritjen zyrtare që u bë nga ana e kryeministres së Italisë. Si duhet ta lexojmë këtë vizitë? Po, vizita në Rom padyshim që është më e rëndësishme për faktin sepse kjo është një vizitë zyrtare. Dhe prej kohës, paktën kemi një rikthim vizitave zyrtare, sepse prej disa kohësh nuk kishim vizitat kryeministrit shqiptar në kancelaritë e ndryshme europiane. Pra, në këtë aspekt, kjo merr një goxha rëndësi të veçantë, sidomos edhe për situatën në të cilën ndodhemi. Dihet që Shqipëria, që Italia ka qenë gjithmonë një avokat e Shqipërisë në rrugën e integrimit në BE, dhe në këtë kuadër padyshim që merr një vlerë të shtuar, kur dihet që ka pasur takime ndryshme pra nga Brukseli lidhur me çurinë e reformave në Shqipërinë, lidhur me çështjet e plotësimit të kushteve për të patur një prosperitet dhe për çështjen e hapjes dhe të ndjekjes së kapitujve të cilat ka hapur Shqipëria në rrugën e integrimit. Në këtë kuadër edhe në këto situata ku realisht vendet caktuara të paktën nga informacionet që kemi kanë pasur disa çështje të cilat
për ta, do më të në ende, kanë qenë pa qarta dhe që në një farë mënyre kanë shprehur edhe një lloj mosbesimi për mënyrën se si po operohet, sidomos në çështjet e marrëdhënieve të ekzekutivit me sistemin e drejtësisë, dhe në element të cilët padyshim që Italia duke qenë një faktor i rëndësishëm brenda familjes europiane, këto çështje vetë kryeministri Rama mund t'i trajtojë në mënyrë më të zgjeruar dhe që vetë Meloni mund të jetë një avokate shumë e mirë e këtyre interesave të Shqipërisë për të garantuar ecurinë e suksesshme të Shqipërisë në çështjet e integrimit evropian. Pra në tërësi është një si një hap pozitiv në kuadër të bisedimeve për çështjet e integrimit, apo jo? Kjo është një aspekt. Pra, çështja e integrimit aktualisht ka një rëndësi jashtëzakonisht madhe për momentin, për faktin sepse janë bërë 2 mbledhje radhasi. Mos harrojmë që kemi pasur një takim edhe të mëparshëm me zotin Costa, me cilin do takohet edhe në Spanjë, pra në Barcelonë, dhe mendoj që pjesëmarrja në këtë summit atje është një rast i mirë për të bizeduar edhe me aktorët e tjerë politik të Europës. Por, Italia ka një dhe rëndësi tjetër sepse Spari është jo vetëm një partner strategjik, jo vetëm një vend mik i cili kam qenë gjithmonë në krah të Shqipërisë për sa i përket ecurisë në rrugën e integrimit, por dhe një partner shumë i fuqishëm ekonomik. Dhe në këtë kuadër, patjetër ka shumë çështje tjera të rëndësishme që mund të diskutohen. U fol në fakt edhe për projekte konkrete, prisni ju diçka në terma konkret? Unë po shikoj me vëmendje vetë përbërjen e delegacionit, ku ishte edhe zonja Ibrahimi, e cila është ministre e ekonomisë dhe financës. Dhe në këtë kuadër mendoj që edhe çështjet që do diskutohen do të prekin patjetër çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë, sidomos me projekte të caktuar. Mos harrojmë, kemi pasur marrëveshje që më tepër ajo që është diskutuar në marrëdhëniet me Shqipërinë ka qenë çështja e kampit në Gjadër, por marrëdhëniet midis dy vendeve përfshin element shumë më të gjerë se sa ngritja e një kampi që ishte për çështjen e refugjatëve. Kjo në këtë kuadër mendoj që do të ketë ka pasur bashkëpunim edhe në fushën e shëndetësisë, të arsimit, kulturës, janë elementë të cilët gjithsesi do të ngrenë shumë çështje të cilat do të diskutohen. Nga ana tjetër kemi edhe një takim veçantë të kryeministrit me ministrin e mbrojtjes së Italisë. Dhe këtu mendoj se kemi të bëjmë me të tjera elemente të marrëveshjes, shpresojmë, në kuadrin e ushtarak, të bashkëpunimit ushtarak, si në kuadrin e NATO-s, ashtu edhe në kuadrin midis dy vendeve. Bota sot është në një situatë pak të komplikuar, për të mos përdorur terma të tjerë, si në aspektin e sigurisë globale, ashtu edhe në marrëdhëniet që janë krijuar rishtazime si brenda NATO-s, ashtu edhe me partnerë të ndryshëm strategjik. Jam drejt për drejt me zotin Nestori, me cilin po diskutojmë për këtë vizit, po zotin Nestori? Pra, Shqipëria duhet të jetë e kujdesshme dhe e vëmendshme në ndjekjen e të gjitha situatave, jo se është një lojtar kryesor, ne jemi një vend i vogël, por që gjithsesi në këto situata patjetër duhet të përshtatemi dhe të krijojmë besueshmëri të plotë ke aleatët tanë. Mirë, do të vetet për të parë, po? Jo, e kam këtu, do të thënë sidomos edhe në kuadrin e politikës më të gjerë. Sot për sot kemi dy vatra lufte, njëra është në Evropë, pra që është e Ukraina, por kemi nga ana tjetër edhe në
konflikti në Iran, ku sidomos bllokimi i Hormuzit ka bërë pikërisht që të ketë të shifen problematike edhe midis aleatësh, pra brenda NATO-s, por aq më tepër ku ka pasur një ndikim jashtëzakonisht madh në tregun ekonomisë botërore. Kështu që në këtë situatë Shqipëria padyshim duhet luajë me shumë kujdes midis aktorëve që janë jo vetëm të rëndësishëm, por që janë dhe partnerët e saj strategjik, pavarësisht të situatave konfliktuale apo që nuk rezonojnë gjithmonë me njëra tjetrën në momente të caktuara. Kështu që gjithsesi ne duhet të shikojmë dhe interesat tona si në aspektin ekonomik, si atë strategjik ashtu dhe atë politik. Mirë, paralelisht në fakt ka patur edhe momentalisht ne jemi të fokusuar këtë çështja e integrimit pra në strukturat e familjes europiane, kështu që është mirë që të bëjmë detyrat tona. Doja në fakt diskutoja me ju dhe një tjetër çështje, e nisa duke thënë që paralelisht edhe në Tiranën zyrtare ka patur zhvillime për një ngjarje shumë të rëndë, për cilën edhe së bashku kemi diskutuar më herët dhe kam parasysh 21 janarin, ka qenë një kërkesë e një prej familjarëve, shumë e kuptueshme edhe në aspekt emocional, që tani më i është drejtuar edhe kuvendit për të kërkuar për shpejtimin e timeve. Çfarë ju thot një akt i tillë dhe çfarë prisni ju nga kjo dosje shumë e nxehtë? Ky nuk është vetëm një temë një drejt morale apo një drejt që kërkon drejtësi një familje për një vrasje e cila padyshim ka lënë shumë bresa të thella, domethënë dhe në Curin dhe që ka ndjekur, por është një detyrim edhe i shoqërisë, është një detyrim dhe i politikës, e cila në shumë raste ka qenë pengesë e hetimeve të plota që duhet kryeshin për zbardhur këtë ngjarje kaq të rëndë që ndodhi në bulevardin e 21 janar. Kanë kaluar tashmë 15 vjet dhe duket si një kohë gjatë, por gjithsesi fakti që familja Nika ka këmbgulur pikërisht për të kërkuar të drejtën e vet, duke çuar deri në Strasburg këtë çështje, është për tu përshëndetur dhe për të mbështetur. Pra, në të dyja rastet, kjo është një çështje e cila nuk duhet kaloj si s'kan kaluar shumë ngjarje tjera edhe kur kanë qenë përfshirë dhe figurat të politikës shqiptare. Nga Strasburgu është përcaktuar qartë që ky është një krim shtetëror dhe në këtë kuadër gjithkush që është përgjegjës për të krim shtetëror patjetër duhet të mbajë dhe përgjegjësinë e vet për këtë humbje jetësh njerëzore dhe që në vetvete kjo jo vetëm do të lehtësonte dhe barën e dhimbjes familjes, por njëkohësisht dhe vetë shoqëria shqiptare, e cila ka qenë, mos harrojmë që në atë kohë ka qenë një ngjarje e cila ka qenë shumë me ndikim dhe e bujshme në opinionin publik, do të gjejë një rrezatim dhe një qetësi të themi për kur drejtësia shkon në vendin e duhur. Megjithatë deri në këtë moment zoti Nestori nuk ka patur drejtësi. Të paktën sa i takon drejtësisë së re në Shqipëri dhe autoriteteve shqiptare. Për sa i përket kësaj çështje. Patjetër. Por këtë po, të sapo e thash. Por mund të them që jo vetëm këtë çështje, shumë çështje tjera janë mbuluar prej kohësh. Ne kemi dëgjuar gjatë gjithë 35 viteve akuza monstruoze nga salla e parlamentit apo nga deklaratat përshtyp të politikanëve shqiptarë ndaj njëri tjetrit dhe asnjëherë ose nuk janë ndjekur ose këto janë zgjidhur si në marrëveshje me njëri tjetrin. Ky është një realitet nga i cili ne është e kuptueshme që ka ndikuar që vetë faza e tranzicionit të jetë kaq e gjatë dhe që në vetvete edhe vetë demokracia të jetë e cunguar. Unë besoj se drejtësia duhet bëj pjesën e saj të kontributit për sa i përket vlerave demokracisë dhe ku gjithçka të mos kalojë nëpërmjet deklaratave përshtyp të aktorëve politik, por të jetë në lartësinë e duhur për dhënë verdiktin e duhur në bazë të një
pune, hetimi profesional dhe jo të ndikuar si s'ka qenë përpara nga ana e politikës. Kjo është gjëja thelbësore. Këtë kërkon në një farë mënyrë edhe Brukseli, i cili kërkon që drejtësia të jetë jo vetëm e pavarur, jo vetëm të mos ketë ndërhyrje nga ana e politikës, por të tregoj pikërisht të profesionalizëm. Ndarja e pushtetit në vetvete është thelbi i funksionimit të shtetit demokratik. Dhe aty ku ne synojmë të shkojmë në një Europë e cila është ka dëshmuar vlerat e saj të qëndrueshme demokratike. Faleminderit zotin Nesuri, faleminderit që ishit me ne në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Ecëm otej me të tjera zhvillime, shkoj për naftën në Berat, por Berisha nuk pati fat. Kreu i PD-s shkoj për sulmuar qeverin, por u përball me kritikat e demokratëve dhe me akuzat që po përçan Partinë Demokratike. Por Berisha sulmoi sërish të Saljanin, duke bërë kështu insinuata për takimet të tij dhe të njerëzve të tij të afërt me të kërkuarin Ergy Sagasi. Saljani mohoi akuzat e Berishës dhe i kujtoi se do të ketë përballë kudo. Doktor, hiq dorë nga vetë përjashtimi. Demokratët i kërkojnë llogari Berishës për Ervin Saljanin. Në një takim me fermerët në Berat, kryetari i Partisë Demokratike u përball me kritika ndaj vetë përjashtimit të ish deputetit Saljani. Një prej tyre i tha hapur se vetë përjashtimi nuk ekziston në Partinë Demokratike, aq më tepër kur mendon ndryshe. Ju keni dalë me atë sloganin që dikush i vetë përjashtuar, mendimi ndryshe nuk besoj të jetë i vetë përjashtuar. Më ke gjetur Partinë Demokratike. Dhe jemi pak që të ndahemi apo të hapim konflikte brenda Partisë Demokratike. Një tjetër fermer kritikoi Berishën se po përçan Partinë Demokratike. Ai kërkoi të reflektojë në kohë e të rikthejë në parti të përjashtuarit. Neve duhet të forcojmë unitetin gjilart dhe poshtë. Që të forcohet Partia Demokratike, mundësisht ato fraksionet mendimet t'i bashkojmë ato. Me shpatulla pas murit, Berisha sqaroi demokratët se Ervin Saljanin e ka përjashtuar pasi ka faktuar se bashkëpunon me krimin e organizuar. Unë sulmoja Ergy Sagasin çdo ditë si nga figurat më zeza, haj drekonte me te. Nuk ka rëndësi, prit prap. Nuk ka rëndësi. Drekimi nuk është mirë s'është, po me katë nuk është e koptuar në kryesi për ta nderuar. Në këtë kohë, hajde të vesha. Pastaj, në Elbasan, demokratët, mesazhe mua, i kërcënonte Suel Çela. Jo, pastaj këtu. Hiqe, kjo s'mund të kur. Që në atë moment i kam thënë, tani e ke përjashtuar veten nga partia. Në kundërpërgjigje, Saljani edh poshtë akuzat e përsëritura dhe shton se Berisha është i trazuar, por e paralajmëron se edhe nëse nuk e lejon në garën për kryetar, do e ketë për një kohë të gjatë te dera. Shprehja e qartë e frikës nga gara dhe humbjes së privilegjeve që e kanë bërë të destabilizohet dhe të shfaq gjendje të rënduar psikoemocionale. Kush i shmanget garës e ka humbur atë që pa hyrë. Unë jam këtu në betejë, pa frikë dhe derisa ta bëjmë opozitën fituese dhe të largojmë autokratët në qeveri dhe opozit. Deri më sot, bashkëpunimet e Saljanit me krimin janë vetëm në kokën e doktorit, pasi demokratëve nuk u janë treguar fakte. Fakti i vetëm është se në një kohë kur Berisha do të rizidhet si kryetari i Partisë Demokratike, Saljani i vetë përjashtuar nuk po lejohet të kandidojë për ballti, kurse tani, veç mbështetësve të vet në foltoret e tij, Saljani ka në krah edhe demokratët që i shkojnë pas foltoreve të Berishës. Jemi sërish së bashku, do të ndalemi tani me të tjera zhvillime. 10 qytetarë të Kosovës u rikthyen sot në Kukës për të përkujtuar eksodin biblik të vitit 1999. Ky përvjetor mbetet një thirrje për kujtesë kolektive, nderim për viktimat dhe vlerësim për solidaritetin e popullit kuksian që mbështeti mira shqiptarë të Kosovës duke i shpëtuar nga genocidi serb.
Sot ky kufi përshkohet simbolikisht, por 27 vite më parë u ka përcye nga mbi 700.000 shqiptar të Kosovës, të dëbuar me dhunë nga trojet e tyre gjatë luftës për të gjetur streh në Kukës, që prej vitit 2000, çdo 16 prill, qindra qytetarë nga Kosova kalojnë në këmbë kufirin drejt Kukësit në shenjë mirënjohje për mikpritjen dhe solidaritetin e treguar në pranverën e vitit 1999. Në mënyrë simbolike ta përkujtojmë ekzodin e kosovarëve, për çka ju jemi shumë falenderues vëllezërve shqiptarë, Kukësit dhe gjithë shqiptarisë. Çdo herë u jemi mirënjohës dhe çdo herë jeni edhe ju të mirë pritur në të djonët që tani më nuk ekziston ky kufir, po si vllazën që çdo herë tregon veten se jemi të bashkuar. Për organizatorët, kjo ditë mbetet një ndër momentet më të forta historike që lidh dy anët e kufirit. Ne ishim të bedishëm se jemi pjesë e një trungu shqiptar, se kemi vëllezërt në Kukës, në Trpoj, në Has, dhe kudo në Shqipëri dhe kudo që kishte shqiptar, do bashkuan tokë në mes veti dhe arritëm duke ju falendëruar kontributit të gjitha brezave, veçanërisht ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe erdhëm deri në ditën më të lumtur, ditën e krenarisë, shlirimin e Kosovës dhe të kombit në përgjithësi. Edhe për autoritetet vendore në Kukës, kjo ngjarje përfaqëson një kapitull krenarie e humanizmi. Është krenari për ne që në emër të Bashkisë Kukësit dalin presim këto eksodist, këto njerëz mrekullueshëm, sidomos komitetin organizator të eksodit në Athenant, po gjithë qytetarët e Kosovës që sot vinë me dashuri për të ardhur në Kukës, për të falendëruar Kukësin për mikpritjen e jashtëzakonshme që bëm gjatë vitit 1999. Kjo dashuri është dashuri shpirtërore, Kukësi ndau bukën, ndau zemrat, ndau gjakun, sepse ne jemi të një gjaku ndaj, nuk ishte si ndodhte ndryshe. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë thotë se kjo ngjarje dhe përkujtime të tilla mbajnë gjallë traditën e fisme të Kukësit dhe mbar Shqipërisë. Ne gjithmonë i kemi dhënë dashuri njëri tjetrit, do vazhdojmë të japim dashuri njëri tjetrit, as ka forcë që na ndalon në këtë gjë. Nga e dyta do të thoja që kjo ditë ka treguar më së miri që jo vetëm u hap dera e shqiptarëve të Shqipërisë, po u hap zemra e shqiptarëve të Shqipërisë. Në qendër të Kukësit ndodhet edhe kulla e qendresës, simboli i kësaj historie solidariteti, e ndërtuar për të kujtuar bujarinë dhe dyert e hapura për shqiptarët e Kosovës në ditët më të errta të historisë. Ishte gjithçka e përgatitur për Tirana Live, të tjera zhvillimet përditësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund t'i ndiqni dhe në faqen tonë abcnews.al, njërësh dhe në valët e radios 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.